Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se erdhët në Rezedielli, kënaqësi që takohemi sërish bashk në këtë mëngjes të martë, ku do të flasim për një tematikë që ka shoqëruar të gjitha mediat përgjatë këtij muaji tetor, siç është tetori roz, por sot në përmbyllje të këtij muaji do të kujtojmë vajzat dhe gratë për vetë kontrollin e gjirit. Këshillat do t'japin mjekët në studio, edhe ato këshillat praktike që nuk duhet të na mungojnë në përditshmërinë tonë, që ato që thuhen dhe sensibilizohen në muajin tetor të mos harohen në muajin nëntor në vijim, por të jetë një kujdes i përhershëm i të gjitha vajzave dhe grave që nga mënyra stiljetesës e deri te vetë kontrolli i gjirit, pa tabu, pa i mbajtur gjërat të fshehura brenda ose të neglizhuara më së shumti. Mjekët do të tregojnë edhe disa këshilla praktike. Do të kemi më pas një lidhje të drejt për drejt me Pejën, me gjimnazin e Pejës, ku disa vajza të gjimnazit janë sensibilizuar duke prer flokët e tyre për t'i dhuruar personave, vajzave dhe grave të cilat janë në betejë të dhimbshme, këtë rrugtimin e dhimbshëm duke luftuar me kancerin e gjirit. Gjithashtu aktivitete të tjera janë zhvilluar aty, do të na i zbulojnë. Ndërkohë, pak më vonë, pasi të kemi përgatitur recetat me Albanën tonë, do të lidhemi në mënyrë të drejtë për drejtë me Leskovikun. Prej disa ditësh ka qarkulluar një lajm që është bërë shumë viral faktikisht, videoja e postimit të djegjes së farmasotirës shtëpisë. Prej 26 vitesh çifti Toni dhe Nilda kanë ngritur këtë biznes dhe aksidentalisht e zonja e shtëpisë, duke pastruar dhe duke ndezur xhakun një rituali i përvitshëm që është i zonës, i ka vënë komplet duke shkëmbuar, i ka vënë flakën shtëpisë duke shkëmbuar gjithçka. Kështu që Zotit nuk ka dëme në njerëz, vetëm dëme të konsiderueshme materiale në këtë prak dimri. Ndaj do të lidhemi për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe si do të ringrihen dhe apeli për ndihmë që ka bërë këto ditë vetë Jonida Pronarja, e cila do të mësojmë pak më shumë rreth kësaj ngjarjeje që ka trunditur opinionin publik vetëm disa ditë më parë. Tani më lejoni të shkoj tek Albana. Hajde moj, do gatuaj, tani ku po shkon, hajde këtu. Po më rapa! Çe ke gjithë këto gjëra të mira? Çe ke gjithë këto gjëra të mira? Se po më shifte kështu si me një sy që parë ku po bëja hyrjen. Me po të shifja ma të syres që ishe këllë shumë kaj që po të shikoja. Era tradit më vjen këtu. Po, tradit, gjithmonë tek tradita. Faktikisht, mund të quhet një byrek dasme. Pa që ka grurin e shqipur, që gruri është begatia. Kjo është kështu. Kam mishin e pulës, lëngu i pulës, këtu kam qepën, petët, po të doni ju i hapëni vetë, po të doni merrni të pjekura, si të dëshironi ju, por një është e rëndësishme. Përveç gjalpit, do një spërkatit mi me vaj. Ama vaj në do cilësor, të gjitha hajde, po vaj është cilësor. Ti do të më sugjerosh një gjë. Vaj me polifenole, për shembull. Të ketë shumë polifenole, antioksidues. Pak po thjesht e bën. Që na rrit jetën. Bravo, ku po? Rrit kjo është pra. Shkëlqimin e fytyrës, sepse ne duhet të zbukurohemi të ushqimi nga brenda që të reflektojmë jashtë. Kështu që Pema na i siguron të gjitha këto cilësi, sikundur e përmendëm, në gatimet tona, sallatat dhe duke konsumuar në mënyrë periodike. Tani, recetën pak a shumë e kuptuam. Gjithçka që mbetet për t'u bërë, para se të fillojmë gatimin, është t'i përmbledhim të gjitha produktet që duhem, përveç shpetëve, mishit, vajit, ullirit dhe produkteve të tjera që do t'a shoqërojnë këtë lloj gatimi. Tani, me këtë si e kanë emërtimin popullor, grurin e kemi zier mirë. Pra që duhet gruri shtypur. Unë e kam lënë në ujë, e kam zier më pas, duke i kulluar ujin, dhe do t'a kaloj në blender, por jo që ta bëj pure fare ose balt, kur themi, se bre balt fare. Absolutisht, shumë pak do t'i jap. Kam mishin e pulës, që e kam zier normalisht. Gjoksi është pjesa më e preferuar. I jap një kaq. Që të dallohen kokrat, të jenë të dallueshme kokrat. Duhem unë të jem, dhe këtë masë që unë e kam, normalisht do t'a kaloj në tigan. Qepën pasi e kam zbutur mirë, do të shtoj lëngun e mishit, sepse unë nuk doja që të bëje zhurmë.
të bëja zhurmë kur do lexoja produktet, prandaj dhe shtoja dhe gurin që të marrë aromën e qepës. Do ta lë të bëhet, vëri kapakun, sa të lexoj Androniki. 3 procese janë zhvilluar. Zjerja e mishit, e gruri gjithashtu dhe kaurdisja e qepës. Pra e kemi nisur si nga mesi për t'ja përgatitur produktet dhe më pas për t'ja u treguar se cilat janë ato. Traniku i përmetit, çfarë përmban përveç mishit të pulës që do të jetë i freskët padyshim, grur të shtypur 250 gram, 1 kg qep të grirap të zbutura gjithashtu, piper i zi, rigon, 2 lugë çaj rigon, 2 lugë çaj spec djegës i kuq, 100 gram gjalp, 100 ml vaj ulliri për një tavë të plot familjare, 2 gjokse pule, 1 grusht me arra të pjekura, 500 gram miell, nëse t'i përgatisni petët në shtëpi, do të përdorni 500 gram miell, edhe petë të pjekura, Albana janë të dyja, edhe mielli duhet edhe petë të pjekura, po petët më vetë edhe... Pra, ose duhet miell, se kemi dhënë të dyja alternativat, ose duhet miell që ti e hap vetë brumin, ose me petët e pjekura... Kri piper, do më thjesht me miell ujë dhe kri piper. Jo thash mos ishte do një brumë vetë edhe petët, se kemi përgatitur. Pastaj, po të dëshironi ju shumë mirë, mund të bëni petën e poshtme dhe petën e sipërme e bëni të njom dhe petët e tjera e keni të thata. Unë kam gjetur këtë, të mesme në art. Këto petët që janë, vërtet janë të pjekura, por janë edhe të buta. Të buta. Nuk janë të thata krokante. Marr një palë doreza dhe coptoj mishin. Normalisht, tani në shtëpi ju e bëni pa doreza. Unë për çështje etike po e bëj me doreza, sepse dhe mishi kur është i nxehtë dhe me doreza është akoma dhe më keq. Pra, mos pretendoni që duke vënë dorezat ose duke vënë një kapuç, ju keni higjienën. Higjiena më e mirë janë duart e pastra dhe asnjë gjë tjetër. Po e drejt. E spostoj. Ja. E ta coptojmë pra, në pjesë të vogla. Mirë. Mua më pëlqen që asgjë mos të anashkaloj, çdo pjesë e mishit ka shije të veçantë. Nëse unë ta bëj vetëm me gjoksin e pulës, gjë që kjo recetë ka me gjoksin e pulës, edhe unë shpesh jam rebele në këtë gjë, filloj sepse kjo është traditë. Sa do të themon që kjo është një recetë e imja, kjo nuk është asnjëherë një recetë e imja, sepse recetat që kanë mbas traditën, asnjëherë nuk mund të jetë e imja. Recetat e gjysheve popullit si kanë gatuar. Nëse unë shtoj gjysmë krip më shumë a piper apo ndryshoj, nuk është recetë e imja. E grimsoj mirë, derisa ja kam zbardh kocat. Marr dhe një pjesë tjetër që vërtet është mish i bardh. Mish i bardh do t'i shtoj lezetin akoma dhe më tepër. Mish i bardh është, ne themi, është mish i kasht. Por ama ka vlerat e veta, sidomos për... Patjetër që ka vlerat e veta. Mish i bardh është mish më i mirë. Dhe mish i bardh ne na ngjason me mishin e derrit, ë? Si pula si deri. Ne nuk mund ta themi do të është më i miri të gjithëve, se varet nga nevojat që ka secili. Jo, unë flas atë të përgjithshme, i shishëm, i këndshëm me vlera, po. Në përgjithësi. Pastaj tek vlerat që mund të japin mjekët, ato unë ngreduar të lartë, se është pjesa ime. Sigurisht që ka gatime që nuk e pranojnë dot mishin e kuq, se bën dot këtë recetë mishin e kuq. Ka gatime që duan patjetër mishin e pulës, mishin e bardh. Unë i mësoj shumë... Dhe mos të traditës, me rosnica, grur, trana, e qanë këto, e duan patjetër mishin e bardh, aromën, këndshme të yndyrës që ka mishi i bardh. Dhe tani bashkuar me grurin... Shikoj që s'kam asnjë pjesë kocke ose deli, nëse do e kisha në mish, normalisht do më duhej, sepse shija do jetë është shumë e duhur. Largoj dorezat. Dhe është zbutur totalisht qepa, është bërë transparente, gjithashtu ka zjerë më mirë akoma edhe gruri i shtypur. Normalisht. Tani do të shtoj rigonin. Rigoni është i grirë holl, është i bluar holl. Sepse kemi rigonin që e kemi të pa bluar, direkt nga gjethja, specin djegës, vetëm 2, sepse në varësi piperin e do. Këtë mas duhet piperi, sepse është një mas. Mishin e kam zjerë
pa krip dhe në fund fare kam shtuar kripën. Përse i shtoj krip më tepër, sepse petat janë brumisht i zënë pa... janë petë që nuk kanë krip. Ka nevojë, në më thëmë. Vërtet mund të ketë masa, po janë dhe petat që duhet të kriposen, të marrin shije. Të gjithë të mas këtu, op, e shtoj. Luem përzierë tani që të përhapen shijet. Dhe teksa pres që shijet të ndërthuren mirë me njëra tjetrën. Duhen dhe arrat tani që shtoj dhe arrat. Të pjekim të lëshojnë ato aromat e veta. Karakteristike të... Përse e vura tigani në zjarë, jo pa qëllim, sepse mua më duhen arrat e pjekura. Për të dhënë atë shijen dhe vajrat që kanë, japi një shije akoma dhe më të mirë. Absolutisht vaj, ose sakën vaj në tigan. Ose thoni gjalp, absolutisht fare. Kanë yndyrnat e veta vaj. Yndyrnat e mira, gjë që japin atë shijen e duhur. Provoni shtojni gjalp në tigan, dhe shikoni tjetërsimi i shijes. E drejtë. Unë di që kjo receta do dali super e shishme. Sepse janë... Dalohet që nga aroma të treq duket receta që në pagatuar. Që kur me ndonë, më thonë, që është tradicionale. E sho, që fillon ajo kërcite në tigan. Direkt e shtoj. Ja. Pra aroma e mbyshit pulës. Thjesht du t'ja pakës fare krip, këtu ja, opa! Dhe ato sa ngrohen nga gjitha anët? E fik edhe... E ndjeni që vjen ajo aroma e mirë, kur e gatuani ju në shtëpi? Tash një sekundë, se pa provuar gjë. Nëse ju doni, vërtet, ja. Ndërkohë këtu, njëmin do t'a lyejmë tavën me vajullirit, i shtojmë pak, apo pare si janë shtresat që do të vendosim. Këto janë 3 palosje petësh. E ndjen aromën, vjen, janë pjekur. Direkt e largoj. Pra, qepa, kaurdiset, zbutet, shtohet lëngu i mishit të pulës, që është zier paraprakisht, shtohet gruri, i zier paraprakisht dhe i shtypur pak, jo shumë që të dallohet, mos bëhet si brum, erëzat gjithashtu, arrat e pjekura, copëzat e mishit të bardh, dhe mbushja është gati. Pak lëng sërisht. Kjo është mbushja, këto janë petët, dhe gati për ta montuar tani. Bravo që t'jemi tjetë edhe... Ndajmë, 1 she, 2 she, petët janë të... Nuk më duhet... Janë të qëndrushme, të palosshme, jo elastike fare, po janë fix për këtë recet. Si të shikoni? Tani? Vetëm këtu po vendos. Po. E mbushim shtres pas shtrese, pra pet pas pete, ndërkohë që ndodh ky proces, dyshe petët. Po, sepse baza më duhet të jetë e rëndë. Po. Do të mbaj gjithë peshën e mbushjes. E tani fillojmë, avash. Po, e shtrojmë pas çdo 2 petësh 3-4 lugë të tilla me mbushjen që ne e shpjeguam. Tani është momenti që të shkëputemi për pak, shumë pak do të shkëputemi për mesazhin e sotëm nga Prostatol dhe vazhdojmë punën me tranikun. Ja te kemi drejt fundit jemi të tranikut përmetit. 5 pas pete, si kundër ju shpjegova, pas ju shkëputëm. Na kanë mbetur dhe 2 të fundit, edhe pak mbushje. Edhe
Pasi të piqet, do të kuptojmë pastaj shpërhapjen, zbutjen, shijen që do të marrin petët edhe e gjithë gatimi, e gjithë receta. Tani unë të gjithë këtë masë, Ja. Ale? Duhet të lësh pak tjetër, jo? Jo, asgjë nuk më duhet. Atere, arat, gruri, duke ndallohen, copëzat e mishit. I shtojmë edhe pak yndyrë. Pak, shumë. Ato pak lëngje, që janë normalisht të duhurat për t'i zbutur dhe për t'i mbajtur petët e buta. Dhe po ashtu, 2 petët e fundit për t'a mbuluar. 2 ose 1 pet, biles. Një do t'i vendosim. 2 ose 1, në varësi të... Ti po, mezi po presi të piqet, se e di që do t'jetë shumë i shishëm. Bra pak si me hile. Që mirë, na duhet të kemi më shumë mbushje në fakt, se sa brum peta, kështu që mirë bëre që të gjitha nuk i shpenzuam. Na duhet të shijojmë edhe një pet, mbushjen. Peta është ajo mbështjellja. Edhe një pet dhe të çojë tek vendi vet. Ku do thoni ju, frigorifer? Sepse përdoren patjetër në një tjetër gatim. Ky është pra, shohim pak recetën, një përmbledhje e shkurtër e produkteve, se pasi do të kalojmë te keku, do të përgatisim një kek të shpejt për gjithë familjen, për të mbulsuar pasditet, shoqëruar me kafen, me lëngun, me çajin e me radhë. Ky është trahaniku i përmetit. Trahaniku i përmetit, grur, qep, piperizi, rigon, spec djegës i kuq, gjalp, vaj ulliri, mish pule, arra, një grush të pjekura dhe pastaj pet të pjekura ose miell ola për çdo përdorim për të hapur dhe për t'i bërë në çast petët, kripa për të rregulluar shijet që s'mungon asnjë gatim. Rezultati është ky këtu dhe në fund fare një truk i vogël për të ruajtur atë petët e arta, që themi ne, që marrin atë ngjyrën e artë, japin shije, japin shkëlqim, pak vaj, gjalp, tek gjalpi, vez, vaj ulliri, shtoj. Këto janë shtoj, dhe pak ujë. Që ne kujdesemi që sipërfaqja, pjesa e sipërme e mbështjelljes së petëve të ruajë ngjyrën e bukur, të jetë e zbutur, petët të jenë të pjekura mirë. Një përhapje e tillë. Furrën e kemi të parangrohur, do t'i vendosim tani për ta pjekur. Ja bëm myzmetin, besoj se do të jetë një recetë e zgjedhur e preferuar edhe për ju. Shpresojmë që ta gatuani dhe në ditët në vazhdim, se sot realisht nuk kemi shumë kohë për të biseduar, në ditët në vazhdim të na tregoni si a e keni përgatitur dhe si u erdhi në shtëpitë tuaja ky gatim. I till në frigorifer direkt. Albana, në frigorifer? Albana po e vendos në furr, ndërkohë së bashku shohim pak recetën tjetër. Çfarë gatuajmë në vazhdim të recetave? Një kek të thjeshtë. Shohim pak produkte e kekut. Pse e quajmë të thjeshtë? Sepse na duhet gjalp, sheqer, vanilje, pak skrip, pezvez, miell, pak sodë buke, ja 4 lugë gjelle qumësht, një lugë kakao, një lugë sheqer pluhur dhe për ta servirur na duhen dhe lajthi, bajame, arra. Këtë radhë zgjodhëm bajamet për shembull. Aty e kemi lajthi. Mund të zgjidhni dhe lajthi. Çfarë të doni, lajthi, arra, të thonë, varet çfarë kam në? Thata të thata. Mund ta kufizojmë me një lloj. Kam një formë, ju po nëse dëshironi vendosin në formë, në të kundërt, në një tepsi shumë të thjeshtë, nuk kanë rëndësi këto. Këto janë
kanë ato ëmbëlsirat, ato gatimet që hudhen, a vi njëri në shpejt, të bëjmë një kek të shpejt, feminin dhe përgatisim në qast. Me thënë të drejtën edhe kalamajt i bëjnë. Ra vezët dhe mielin, ju dini shumë mirë, ka marrë këtë jo të kuqin, që është paron, po mora këtë që është me limon. Ka gjitha. Sepse i shkon shumë mirë. Po, pluri gatshëm për kek. Mjafton të themi pluri gatshëm për kek dhe ai ka të gjitha. I ka të gjitha elementet që i duhen për të përgatitur një kemësh. Është 500 gramsh. Mua më duhet. Më duhet gati pak më tepër se gjysma, po. 270 a 350 kisha, 270 gram sheqer dhe 350 miell. Po, miell. Kjo ka aromë vanilje në fakt. Shtoj. Pra shuku kam vaniljen unë, po të dua i shtoj, po të dua nuk i shtoj. Jo, e kemi këtu, e kemi direkt këtu të përfshirë. Pra, pa i shtuar edhe sot buke, thot, është përzirje e gatshme, sepse ka të gjitha elementet, thjesht ndjeni atë aromën e vaniljes dhe i keni të gjitha këtu, se mund të harohu, s'kam vanilje dhe ngelet pa bërë keku, ose s'kam plurin pjekës. Një përzirje e vezve, i shpërbëjmë ato. Po ju që s'keni qumshin, shumë mirë, shtoni ujin. Kam përdorur sheqer pluhur. Kam përdorur sheqer pluhur. Nuk kam nevojë që të pres, që të mos të gjejmë zhurmën e kërcitjes së kristalit. Shtoj masën e kripës, këtu kam vaniljen, po të doni e shtoni, unë e kam këtu, nuk e shtoj. Ja ndjej një herë sa aromë të këndshme që ka. Sepse është vanilje, shtoj. Kakaon. Marë pak. Në fund do të shtojmë mielin, pastaj edhe bajamet. Një formë të tillë për ta lyer, ta lyej pak me yndyrë. Qumësht ujë, gjalp ose vaj. Këto janë dy përbërësit që ju shumë mirë i zëvendësoni. Me bajame, lajthi, ara, I ke vendosur pak në ujë? I kam vendosur në ujë që në fund fare unë të kem mundësi t'i pres me thik si fletza. Në të kundërt, ka shumë njerëz, sikurse jam edhe unë, që kanë problem me lëkurën e bajames. Vendoseni në ujë dhe nuk do ta keni atë problem. Nuk kam nevojë të sis fare mielin. Kam nevojë vetëm të shoh masën, gjë që ju e keni këtu. Tani ke shtuar gati 200, duhet të shtosh akoma edhe. Pra shiko sa përhapet aroma e vaniljes. Po, varet nga vezët, varet nga sasia ujë që kemi shtuar. Kështu që këtë na e tregon thjesht unë kam shtuar, jo pa qëllim, ujë më tepër. Kam masën e gjalpit që do ta përzijej. Një ke këtu pastaj me vaj. Vaj të përzier shtoj unë. Unë shtoj vaj të përzier dhe jo extra virgin. Nëse ne duam që keku të jetë kështu i butë si sfungjer me ato poret e hapura, ta jo është e bëjkëndshme, ne e bëjmë pak të ujshme. Nëse ne duam pak më të ngjeshur, ne i shtojmë miell më tepër. E kuptojmë. Ne si e duam sot? Si të do shpirti jot. Mjafton ta gatuash ti dhe unë siç ta gatuash ti, siç të duash ti. Atëherë shtoj dhe pakës fare dhe këtë pjesën këtu e lejo pa qëllim që nesër të bëj diçka. Me grunjëm të proj kam një ashure nesër. Por nuk mund të bëja do 2 ashure, që kështu për trashin e lëngut, që ne e dim shumë mirë nisë shten, por mua më ka dhënë mundësin shumë mirë mielli aromatik me vanilje. Me thonë drejton, pas ka mjaftueshëm vanilje dhe aroma ndihet. Po. Kremi është i mëndafshtemi, ka të shkëlqimin, është delikat, është i butë, është i një trajtshëm, është homogjen, të gjitha të mirat i ka ky kremi që u bë tani, kremi me kakao, i gatshëm për ta shtuar tek forma e kekut. Një formë modeste, thjesht për gjithë familjen. E çfarë bëjmë? E konsumojmë në pasditet tona
Mund ta marrim me vete në punë. Unë, jo pa qëllim, një pjesë do ta lë në formë dhe pjesën tjetër, unë do ta kaloj në format individuale. Po mirë. Shtoj këtë mas, pjesën e tepër të vajt e kalova. Po të doni mund të shtoni lajthit, bajamet, arat, frutat e thata, mund të shtoni në brënda. Opa. Deri. Më tepër nuk do ta shtoj, sepse... Bëjmë dhe ato formës. A e di pse? Do të fryhet. Sepse volumi do kaloj... Kemi llogaritur edhe për format e tjera. Direkt në furr. Në furr të parangrohur, pa tjetër, në 200 gradë, asnjëherë mos vendosi ku keni mishin e pulës apo që duan temperaturë të fuqishme, sepse do ju piqet dhe brenda do të jetë. Po. Gjithsesi ne do ta pjekim sipas kushteve që i duhet pjekja, si e tavës që vendosëm, si e kekut, dhe më pas anvisat e shohin në foton përkatëse në YouTube, do t'i dhe në të dyja receta. Të lumshin duar. Faleminderit. Ne pas publicitetit do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt në afër Leskovikut, në Erse, ku na pret Nida, për të treguar gjithë historinë si ndodhi që shtëpia e saj u shkrumbua e gjitha mori flak vetëm pak ditë më parë, kështu që pas publicitetit na ndiqni. Erdhëm sërish në rrezen ton, vetëm pak ditë më parë në rrjetet sociale dhe në mediat të ndryshme ka qarkulluar në mënyrë virale një video e cila tregon pamjet e shkrumbimit nga flakët të farmës Sotira shtëpizës ndërtuar me shumë dashuri prej 26 vitesh nga Toni dhe Nida. Flakët kanë shkrumbuar gjithçka, po i ndjekim ndërkohë në videot e përgatitura, duke shkrumbuar kursimet e jetës së tyre. Kjo ngjarje ka vënë përballë vështirësive të mëdha në këtë prag dimri për siguruar rrogat e punëtorëve, për siguruar ushqimin e kafshëve për periudhën e dimrit. Nuk mund t'i lejojnë flakët të djegin dhe shpresën në shprehur Nida, vetëm pak ditë më parë, ose me njëherë sapo është shkrumbuar gjithçka, vetë pronarja ka publikuar një video në të cilën ka treguar gjithçka çfarë ndodhi dhe padyshim me apelin dhe kërkesën për t'i ndihmuar për t'u ringritur, sepse patjetër kjo nuk ishte vetëm shtëpia e tyre, por ishte vendi ku rriteshin baktit, ku punonin shumë punëtor të zonës, e mbi të gjitha ku mirëprisnin miq dhe njerëz të cilët shijonin gatimet apo mikpritjen e çiftit. Ndërkohë, do të kemi tani drejt për së drejti nga ajo pjesës e mbetur Jonida Hënën, e cila do të na rrëfejë se si ndodhi e gjithë ngjarja. Di që ka ndodhur për fajin e saj, më vjen keq që ta them kështu. Jonida, të përshëndes, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni? Ne jemi mirë, po ju si jeni? Jemi vetëm pak ditë pasi ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë në familjen tuaj dhe në zonën tuaj, pranë Leskovikut. Më thuaj pak, si ndodhi e gjithë ngjarja? Ashtu si që thatë dhe ju, fajtorja jam unë, sepse po bëj atë që bëj çdo vit faktikisht edhe bëjmë shumë familje këtu në zonë, po digja o gjakun. Zgjodha ndoshta momentin e gabuar, mendova që ta bëj këtë punë edhe pastroj edhe shtëpinë, edhe kur vinë fëmijët dhe bashkëshorti çdo gjë do jetë në rregull. Dhe aty në një moment më doli jashtë kontrolli dhe papritur shtëpia shpërtheu në flak. Ishe vetëm? Njoftove dikë në ato momente? Nuk arritët dot që të fikni zjarin apo me kë ishe përdreth? Jo, ishte një ditë pikërisht që kisha zgjedhur të isha vetëm, për shkak se bëhet edhe pak pis në ato momente dhe thash po e pastroj gjithë shtëpinë dhe kur vinë vajza dhe bashkëshorti çdo gjë do jetë në rregull. Dhe ndoshta kjo ishte gabimi më i madh edhe mbase nuk do kishte ndodhur kështu po mos isha vetëm. Në momentin e parë mora dikë në telefon nga stafi që erdhën të pa përgatitur dhe ata, domethënë, menduan që është normale, tymi po del prej o gjakut, pastaj filluam të organizoheshim me ujin, thira
zjarë fiksen, gjërat të tilla domethënë kam bërë. Është djegur gjithçka apo jo? Farmasotira për 26 vitesh është ndërtuar aty me shumë dashuri dhe sakrifica dhe mund nga ju të dy. Është djegur shtëpia jonë, disa magazina që ne kishim këtu, që mbanim zajret. Nga po e bën këtë lidhje, Jonida, ku ndodhesh për momentin? Këtë bisedë? Ndodhem në një pjesë restoranti. Në një pjesë. Ndërkohë, si ishte, më ndjes që po e pyes, si reagoi bashkëshorti, familja, duke qenë se ishe ti ajo që, si thua, e shkrumbove shpinë dhe sigurisht të kuptoj se si ndihesh psikologjikisht, emocionalisht dhe gjithçka tjetër. Po, në raste të tilla ti kupton shumë gjëra dhe un kam kuptuar që kam një bashkëshort pisnik dhe fantastik. Nëse kam bërë ndonjëherë zgjedhjen e dur në jetë, një më e mira ka qenë që kam gjetë atë, sepse gjatë gjithë kohës më jep kurajo, më kthem mbrapa dhe më thotë që ti ishe që e bëre do ta bësh prapë, domethënë ku është problemi. Tek vajzat u ndjeva pak shumë e pikëlluar, sepse kur erdhë nga shkolla, ishte dhe momenti që shtëpia ishte totalisht në flak. Sigurisht që duhet t'ja shpjegoje frika e tyre, dhimbja, sigurisht që ishte një ditë e ngarkuar, unë të kuptoj shumë mirë këtë pjesë. Ato kthyen nga shkolla, u kthyen normalisht, domethënë, dhe ti kthesh me gëzim. Dhe momenti i parë që zbrite në fermë, panë shpinë e tyre në flak, kishin punuar beharit, unë kisha dhënë dhe rogë, u ikën kursimet, kujtimet, Sarës i ikën gjitha veshjet e kalërimit që ajo ka me shumë pasion, që është pak vështirë për t'ja gjetur. Në këto kushte është mirë të themi shqyr që jeni mirë vetë, me shëndet, dhe jam e bindur që sërish do të ringriheni, pa dyshim. Vetëm pak orë, ndoshta pak minuta kur gjithçka ishte shkrumbuar, ti publikove një video, unë ndoqa në rrjetet e tua sociale gjithmonë të kam ndjekur për gatimet, për jetën e fshatit, për promovimin e punëtorëve aty, gjithçka të bukur dhe të mrekullueshme që ofron ajo zonë, vetëm kur pash pastaj videon që ky biznes, ai nuk ishte thjesht një biznes, apo shtëpia juaj ishte një mikpritje e ngrohtë për të gjithë, ishte komplet në hije shkrumbuar dhe pash Jonidën që kishte publikuar këtë video. Më lejoj që ta transmetojmë, ta shikojnë dhe pak publiku, ku ti ishe shumë e dërmuar, mund të them, psikologjikisht dhe emocionalisht, për gjithë e forcën për t'ju drejtuar ndjekësve dhe mbështetësve. Le ta ndjekim pak videon së bashku. Kryesisht mundohem të jem tipi fort, po do t'ju gënjej nëse do të thoshe që tani jam edhe i them vetë që çdo gjë është në rregull, do ta rregullojmë. Kur shtëpia jonë për 12 vjetësh u shkrumbua. Ndodhemi në një situatë që dimri sa po ka filluar, duhet kujdesemi që baktit kemë për të ngrënë, dhe do t'ju mashtroja të thoshe që nuk jam në një situatë vështirë, kështu që në kohët moderne ne hapim një GoFund edhe mundohemi të ndihmojmë miqt me aq pak sa mundemi, kështu që unë do ta hap këtë dhe kush mundet, le të kontriboj, qoftë me një shumë sa të munden, qoftë dhe duke bërë share videon. Dhe vura re që u solidarizuan shumë e shumë ndjekësit tuaj, por dhe ata që nuk ju ndjekin, por ata që sa do pak e kanë ndjerë këtë tragedi, këtë incident, cilë ndodhi nga pakujdesia. Si e ndjerë? Është dhe kjo ana e tjetër e medaljes, apo jo, Jonida? Ke parë një mbështetje të madhe dhe nëse shof, për shumë të bësh një çek, ishin mbledhur goxha, ndoshta për të mos lejuar flakët që të djegin edhe shpresën për t'u ringritur. Ne kemi shprehje që themi Zoti me një dorë të hedh, me një të pret, edhe atë ditë mua ma thoshin shumë dhe ma thon vazhdimisht,
Edhe unë isha aq e pikëlluar sa thoshja, çfarë më thon tani, duan më mashtrojnë, domethënë trishtimi që ndjeja atë ditë. Dhe pjesa që e kisha vënë fermën aq shumë vështirësi, sepse ferma nuk është vetëm ndërtesa, janë punëtorët e mi, janë bagtia, janë çdo gjë, domethënë lidhen zinxhir dhe ishim në një situatë aq shumë të vështirë sa do fillonim, do hiqnim punëtorët nga puna ndoshta, po bagtit nuk i le dot pa ngrënë, edhe duke menduar domethënë çfarë vështirësish kisha në ditën e vazhdim, dhe duke parë pikëllimin e çupave, që kishim ngelur vetëm me rrobat e trupit, vendosa të hap këtë GoFound, pa lejen e askujt, pa diskutuar shumë, domethënë. As bashkëshorti madje nuk ishte dakord, më the më herët, kur folëm bashkë. Jo, nuk ishte dakord. Nuk ishte dakord. Ç'është kjo GoFound? Unë e bëra atë veprim, nuk e mendoja që shuma do ishte kaq e madhe dhe nuk e mendoja që do kisha kaq shumë mbështetje. Ishte një lloj ndjenje faji në ato momente, Jonida, dhe u detyrove që të bëj edhe një apel të tillë. Pa e ndjej akoma, dhe mbështetja isha aq e madhe, u bën bashk, koleg, miq, dashamirës dhe miq të rinj. Dhe ishte shumë surprizuese për mua dhe në rast se tani kam forcë edhe e jap këtë intervistë, është për shkak të asaj mbështetje, sepse ngritja, rimbikëmbja do jetë më e shpejt fal atyre. Pra, shumë një lumë komentesh, qindra deri milion shpërndarje, klikime, parje të videos. Sigurisht që të gjithve, kushdo që e shef një shkrumbim të tillë, në pak minuta të bjerë çdo gjë në tokë, një investim, sakrificash prej kaq vitesh prej ju të dysh, patjetër që të bën të ndihesh jo mirë edhe të bën të ndihesh të solidarizohesh me të. Ti e the vetë që kjo nuk ishte thjesht një shtëpi. Ishte vendi ku kishte punësuar shumë punëtor, jo kafshët, sendet tuaja, të mirat materiale. Cila pjesë e humbjes të dhëmp më shumë, Jonida? Unë këtë behar kisha punuar me shumë dashuri, kisha bërë shumë zajre, më kishte ndihmuar dhe mami dhe tezja që e kalojnë beharin këtu. Gjithë magazina jonë për kujtimet e çupave më vjen shumë keq, sepse e di që është e dhimbshme për ato. Tani nuk është se ka marrë veten, çdo ditë kujtohem, domethënë që s'kemi ndonjë gjë. Thjesht i dua të fokusohem tek pjesa e ringritjes përsëri, ajo që kaloi, domethënë. Qartë, mos merremi me çfarë ndodhi, po të merremi me çfarë do të ndodhi edhe si do të ringriheni akoma më fuqishëm, pse jo? Është shkëputur Jonida, ndoshta interneti, por unë uroj që çdo gjë të kalojë dhe ta rimarrin veten, të ringrihen, me ndihmën tuaj mund ta ndihmoni sepse ajo ka bërë një apel për ndika hapur ato GoFund, siç e tha, dhe mund të kontribuojmë të gjithë për të mos lejuar këtë familje të jetë akoma më e rënuar psikologjikisht. Jonida, unë uroj që çdo gjë të shkojë mbar, edhe të ringriheni akoma më mirë, më fuqishëm me farmasotira. Të falenderoj që gjetë edhe forcën të japësh një intervistë të tillë, se unë të kuptoj se sa e rënduar psikologjikisht je, por ti je fortë dhe vetëm me forcë mund të përballohet çdo gjë. Edhe një herë faleminderit gjithëve atyre që na kanë ndihmuar, gjithëve atyre që më shkruajnë mesazhe akoma duke më dhënë forcë, domethënë. Është e pabesueshme sa shumë dashuri dhe mbështetje ka marrë në këtë situatë të vështirë dhe nga njerëz që ti nuk i njeh dhe kjo të bën akoma më të lumtur. Qartë, falenderoj shumë. Në fundit, dashuria është ajo që i shëron gjitha plagët. E vërtet, shumë e bukur për ta mbyllur këtë lidhje të drejtë për drejtë me ju. Të falenderoj shumë, e dashur. Faleminderit. Faleminderit juve, ndërkohë, ne do të shkëputemi për fleshin informativ, ju pres pas pak në bisedë.
Tani që po mbyllet muaji tetor, muaji për sensibilizimin e kancerit të gjirit, pavarësisht se flitet shumë, informacioni është i kudo gjendur, sërisht, ndoshta mjekët do na e thonë të vërtetën, sërisht masat parandaluese apo kontrollet e hershme sërish mbeten në nivele të ulta. Çfarë duhet bërë më shumë? Disa këshilla praktike për gratë dhe vajzat do të marrim nga mjekët tona, disa problematika që mbeten pa u thënë, që jo ato çka diskutohen dhe thuhen në tetor të harohen dhe të mbeten pa u diskutuar nga nëntori e tutje. Ju prezantoj tani jemi me mjekën onkologe Manjola Luzi, mirë se erdhe doktoresh, kënaqësi që jeni në Reze Dielli. Gjithashtu me zonjën Miranda Horjeti, drejtore e kujdesit parësor në drejtorinë rajonale të Tiranës. Kënaqësi që jeni këtu me mua. Kënaqësi që jemi këtu. Një muaj i ngjeshur besoj edhe për ju, por edhe për informacionet që janë përcjell për fushatat sensibilizuese, të cilat herë pas here ne kemi thënë dhe në këtë studio dhe kudo është thënë, nuk duhet të jenë vetëm në tetor. Tani është kthyer në një epidemi, si të thuash, edhe pjesa e kancerit të gjirit tek vajzat dhe gratë, nga eksperiencat, nga vitet e fundit, nga eksperiencat personale, kontaktet e drejt për drejta, si kanë qenë shifrat? Është e vërtetë kjo që thua. Kanceri i gjirit është në një rritje progresive, do të thënë edhe vendin tonë, sikurse edhe në vendet e huaja. Është parë që në studime që risku për të zhvilluar kancer gjirit gjatë jetës në Amerikë është 1 në 8 femra. Spre diku edhe 6 në disa regione të ndryshme. Po dhe në vendin tonë po shohim gjithnjë edhe më tepër shtim të numrit të rasteve. Dhe shtim të numrit të rasteve tek moshat e reja? Tek të gjithë. Tek moshat e reja, tek piku ku është rreth moshës 50 deri në 70 vjeç, që pritet që tjetë, është e pritshme, do të thënë që tjetë në këtë moshë, por po shohim gjithnjë edhe nën 50 vjeç, nën 40 vjeç, madje edhe nën 30 vjeç. Po shohim gjithnjë dhe më tepër raste të reja. Tani kjo mund të detyrohet shumë faktorëve, sepse në fakt kanceri i gjirit nuk është se është një sëmundje shkak pasojë, por është shkaqet janë disa, pra është multifaktoriale. Dhe mund të dedikohen një sër faktorë që mund të jenë trashëgimia, mund të jenë faktorë të jashtëm që kanë bëjë me stilin e jetës, me medikamentet që konsumojmë, me stresin. Patjetër që po, të gjitha. Këto janë të gjithë faktorë që çojnë në zhvillimin e kancerit të gjirit. Tani në këtë pikë, a ka më shumë rëndësi për ju diagnostikimi i hershëm apo ndryshimi i mënyrës së jetesës, i mënyrës se si ne ushqemi, dhe nëse do të zgjidhni njërën nga këto të dyja, ju këtë do zgjidhnit? Ka më shumë efekt. Që të dyja janë shumë të rëndësishme. Nëse flasim për stilin e jetesës, ka të bëjë me një parandalim primar të themi, ndërsa diagnostikimi hershëm është sekondar, që do të thotë, nëse ne themi që hormonoterapia, pra kontraceptivët, rrisin riskun me 1% të caktuar për të zhvilluar kancer gjiri, atëherë kontraceptivët në vetvete, atëherë e mira është që të mund të përdoren me kujdes dhe vetëm kur ka një indikacion absolut dhe jo në mënyrë abuzive nga populata, sepse dihet që ky është një faktor risku. Tani, dim që jeta sedentare apo mënyrat ushqyerit, një dietë jo mesdhetare, është një faktor risku tjetër për të zhvilluar, për të rritur mundësinë e zhvillimit të një kanceri të gjirit. Ndërsa diagnoza e hershme është një parandalim sekondar, që do të thotë, sa më herët që ne të mund ta diagnostikojmë, aq më shumë rritet mundësia e kurimit të sëmundjes. Pra që të dyja janë të ndërlidhura. E para e shkakton, e dyta parandalon një diagnozë të vonshme dhe eliminon trajtime shumë agresive dhe që kanë dhe më efekte të rënda në shëndet, sepse edhe protokolli është i tillë. Doktor Miranda, thuhet që zbulimi i hershëm shpëton jetë, pavarësisht se ka informacion boll, është bërë sensibilizimi, media flitet kudo. Sërish shumë gra vinë në stade shumë të avancuara. Kjo tani është, ku dështojmë këtu? Është mungesë çështje kulture, sistemi, frike, përsëri vinë në stade shumë të avancuara. Unë kam vërre një diçka në Shqipëri, që gruaja shqiptare është shumë e zënë. Është baza e familjes për gjithë shka. Merë mbi vete një barë të jashtëzakonshme, ndoshta edhe barën e bashkëshortit ndonjëherë. Kujdeset për familjen, për prindrit, për shtëpinë, fëmijët, dhe haron veten. Në fakt, sot do doja që të ndalesha këtu, sepse mendoj se dashuria fillon me veten, dhe dua të thoja grave shqiptare, të ndalen një qast, të marrin frymë thellë, të shikojnë shëndetin, të bëjnë mamografin, të bëjnë depistimin për kujdes për shëndetin e tyre, sepse ne kujdesemi për gjithë botën, për bota
fillon me ne. Kështu që gruaja për mua është... Shumë e rëndësishme për ta përcjell. Këtë e ndjen ta thuash nga një eksperiencë që ke marrë, sepse doktoresh Miranda është kthyer 2021-shin për një eksperiencë në Amerikë, ku është marrë me të njëjtën punë, ka pasur kontakte të vazhdueshme me gra. Si e sheh këtë perceptimin e grave të huaja aty në Shqipërinë? Unë jam larguar nga Shqipëria në vitin 1998, me njëherë pas mbarimit të shkollës mesme, dhe kam pasur fatin të jetoj me një familje amerikane. Gjithë jetën time, nëna ime ka bërë gjithçka në shtëpi. Dhe për mua ka qenë simboli i forcës për mua. Dhe gjithçka që unë kam arritur në jetë ja dedikoj pikërisht nënës time. Kur shkova në Amerikë dhe jetova me këtë familjen amerikane, nëna ime është mjek e pediatre, bashkëshorti i kësaj amerikanes ishte mjek i përgjithshëm. Dhe unë kam jetuar në shtëpinë e tyre për një vit. E shoqja nuk punonte, kishin 8 fëmijë, të gjithë të dalë në jetë. E shoqja çoi në mëngjes, merrte me veten e saj, shkonte për ecje, ushqehej mirë, bënte gjithçka të mundur që kishte të bënte me veten, me shtëpinë, ndoshta me një shkrim, dhe në orën 5 masdite, kur ne të gjithë ktheheshim nga shkolla dhe bashkëshorti kthehej nga puna, ajo fillonte të gatuante. Në momentin që ai futej në shtëpi, ajo fillonte të gatuante. Dhe kam pasur një vlerësim, atëherë kam vlerësuar nënën time dhe gratë shqiptare në tërësi, se ne nuk kam ankuar kur dreka në tavolinë. Unë si studente kam pas gjithmonë drekën në tavolinë në orën 1 të bazdites. Ndërkohë që ky erdhi, mori gazetën, shtroi tavolinën, komunikuan, lexuan, than lajmet e ditës. Do të thënë që ishte një eksperiencë totalisht shumë e bukur. Unë jam shumë mirënjohëse dhe ishte një çift fantastik që kishin qenë bashkë 65 vite. Por kuptova që gruaja shqiptare mban shumë pesh në kurrizë. Dhe ma merr mendja që ka të bëjë me kulturën që ne kemi, që ne neglizhojmë veten dhe nuk kujdesemi për veten. Gjë që çon në vonesa, kjo është e vërtet jo vetëm për kancerin e gjirit, kjo është e vërtet për ataket kardiake, për simptomat që ne totalisht ignorojmë, sepse kujdesemi për familjarët, e harrojmë veten. Mos e harroni veten. Dashuria fillon nga vetja, ne kujdesemi për të tjerët, po harrojmë veten. Sidomos në momentin kur vjen në jetë një fëmijë, aty harrohet komplet gjithçka. Unë do doja të preja pak dhe gratë që vinë nga zonat rurale, a vinë në stade më të avancuara të kancerit? Edhe për shkak të ndoshta largësisë, mungesës të informacionit, kushteve ekonomike, Shiko, nuk është diferenca me gratë në qytet. Nuk se ka ndonjë diferencë e madhe, sepse njerëzit në një farë mënyrë janë të sensibilizuar dhe sidomos për kancerin e gjirit. Problemi është vetëm që sensibilizohen vetëm në periudhën e tetorit dhe në pjesën tjetër, nuk është se janë shumë të... Problemi që duhet diskutohet vazhdimisht, jo vetëm në tetor. Dhe me thënë, duhet ishte një program kombëtar për kontrollin e vazhdueshëm të tyre, megjithse është mundësia që nëse shkon pranë mjekut të familjes të drejtohesh në spitalet rajonale për të kryer mamografin, për të kryer kontrollin. Në përgjithësi, akoma ne diagnostikohemi në stade klinike të avancuara, si në gratë që jetojnë në zonat rurale, gjithashtu edhe në qytet. Kam parë që në një studim të bërë, për një periudhë 2 vjeçare, ishte për të diku 200 pacientë, me thënë të studiuara, u parë që risku ose probabiliteti për të qenë në stade më të avancuara ishte tek personat që kishin një arsim të mesëm, në krahasim me ato me një arsim të lartë. Çështja e kulturës dhe informimit. Por kjo nuk do të thotë që ishte në fshat apo në qytet. Kështu që këtu është një mungesë e madhe ndoshta në informim, që ndoshta këtu duhet të ndërhyjnë drejtoritë përkatëse të shëndetit publik, sikurse edhe të arsimit, që duhet të fillojnë edukimin që në mosha të hershme, sepse jo çdo femër do ketë mundësinë të shkojë në shkollë të lartë. Më kupton? Kështu që ndoshta që në moshë të hershme, që në gjimnaz ose në 8 vjeçare të mund të bëhen takime me nxënësit për t'i mësuar mbi simptomat, për vetë ekzaminimin dhe për kontrollin, kujdesin, ushqimet, gjitha. Çka fillon tek mënyra se si ushqejmë. Sigurisht, nëse do kishim një program screeningu sikurse është aktualisht në Shqipëri për kancerin e qafës së mitrës, nëse ta kishim dhe për kancerin e gjirit do ishte më së miri. A kanë mjekët e familjes mjetet e duhura, kujtun protokollin e duhur, aparatet e duhura, informacionin e duhur për të bërë screening, sepse kjo është ndoshta që nuk funksionon mirë në sistem, për të bërë, le të themi, kontrollet e hershme, pa simptoma të personave që kanë një kancer. Ne kemi programin e check-upit, që normalisht ka një formular, ti merr një anamnezë, shikon ato rrisjet që një person mund të ketë, stilin e jetesës, siç e tha dhe doktoresha,
stili jetesës shumë i rëndësishëm, obesiteti, rritja në peshk, shkakton në një zonë inflamatoriale dhe mund të bëj atë shtimin e qelizave që janë abnormale. E njëjta gjë është e vërtet që qelizat e djamit në persona që janë obez nuk janë të mjaftueshme që të bëjnë këtë rolin tjetër që është antikanceroz. Kështu që mendoj që stili jetesës është shumë i rëndësishëm, stresi është shumë i rëndësishëm. Ne kemi mjekun e familjes shtyllën bazë të sistemit dhe ne kemi mjek familje të mrekullueshëm. Unë mendoj që problemi që shoh unë në aspektin apo nga ardhja ime nga jashtë është komunikimi. Mendoj që duhet bërë më shumë në mënyrën e komunikimit, në mënyrën e organizimit të punës, në moment që dikush diagnostikohet. Që të ketë simptomat të dyshimta dhe të mos humbë në sistem si kundër ankohen. Po, jo, të ketë një sistem, një ekip multidisiplinar që pacienti të di të drejtat e tij. Pacienti nuk di të drejtat e tij, është një problem shumë i madh, nuk di ku të shkojë, ku të referohet. Dhe mendoj për këtë duhet bërë më shumë promocion nga institucionet shtetërore për të edukuar individi në Shqipëri se ku të drejtohet. Është pikërisht kjo që ne nuk dim ku të shkojmë dhe marrim në dikë që njohim, thuaj personit që unë e njoh, nuk duhet funksionojë ashtu. Gjërat duhet të jenë shumë të qarta. Unë shkoj te mjeku familjes, marr rekomandimin, shkoj te mjeku specialist, marr rekomandimin, bëj mamografin, merr një periudhë 10 ditoshe dhe pastaj duhet të jetë kaskadë. Sistemi duhet funksionojë në mënyrë kaskadë. Domethënë, unë pas asaj do shkoj tek mjeku specialist. Sa kohë duhet mamografisë të kthej përgjigje? Domethënë rezultati për sa kohë del? Unë e di që mamografia merr 10 ditë për të bërë, 10 deri në 15 për Tiranën flas, dhe për përgjigjen nuk dua të them, nuk jam e sigurt se sa është. Jo, sepse dëgjoj shpesh për pacient ose në gratë të cilat ndiejnë që ka vonesa në përgjigjen e mamografive, pastaj nëse kalojmë tek pjesa e trajtimit dhe e ilaçit dhe i protokollit, pastaj këtu ka një sër problematikash të cilat ndoshta do duhen shumë orë të tjera për të diskutuar. Mos është diçka urgjente doktoresh që duhet i përgjigjesh, se tani jeni dhe shumë të zona të ngarkuar me pacientë të cilët janë në kimio apo jo edhe në terapi të tilla. Kjo pjesa e protokollit, sepse dua të jem zëri i qytetarëve atyre që janë të prekur. Kanë pikë pyetje, a janë njësoj protokollet që trajtimit të kancerit si në Shqipëri ashtu dhe në vendet e tjera? Pse njerëzit mes Shqipërisë dhe jashtë zgjedhin më mirë të iki jashtë, të trajtohem jashtë, kanë protokolle, kanë ilaçe më të mira? Pse është kjo mendësi? Shiko, kjo mendësi nuk është vetëm në vendin tonë, dhe në vendet e tjera njerëzit zgjedhin dhe në Itali lëvizin nga një klinik në një klinik tjetër. Do me thënë në qytetet të ndryshme, duke ju menduar që trajtohen më mirë. Po brenda vendit, po. Brenda vendit, patjetër sepse është një edukat, sepse po të dalin jashtë vendit i bjen që të paguaj. Praktikisht, nëse marrë një shërbim pa pagesë, pra zgjedhin mjekun, të themi në një farë mënyre. Tani për sa i përket vendit tonë, mund të themi, dhe në shtet, në këto vitet e fundit, ne mundemi të trajtojmë pacientët me kancer gjiri, sidomos në fazat e hershme, pra pa metastaza, me të gjitha protokollet e trajtimit si kurse janë edhe jashtë vendit. Do të thënë, ne nuk kemi asnjë lloj mungese. Unë jam në sektorin privat, më kupton, por po flas edhe për atë publik, që edhe në shtet pacientët mund të aksesojnë tashmë edhe ndaj kemioterapisë, patjetër kanë aksesuar gjithmonë, por ndaj imunoterapisë dhe ndaj target terapisë. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe për ne si mjek, sepse mos fundi mundemi të trajtojmë siç duhet, sipas protokolleve. Nëse vite më parë thonim që për ju në këtë stad do ishte më mirë të trajtohesh me këtë medikament, por ne nuk e kemi. Por u bën këto 3 vitet e fundit që ne kemi imunoterapin për një tip tumori që është goxha agresiv, që është triple negativi, që nuk ka qenë. Po këto janë me pagesë dhe shumica e familjeve nuk i përballojnë dot. Janë në shtet dhe janë të aksesueshme pa pagesë. Edhe mund të jenë të aksesueshme për të gjithë? Për të gjithë, patjetër. Unë nuk di të them për vjushmëri nëse ka mungesa, këtë nuk e di, sepse nuk janë pjesë e sistemit. Mungesa ka, sepse është bërë shumë e bujshme në kohët e fundit për mungesa e disa ilaçeve për personat që unë mund të them medikamentet të regjistruara. Dhe po të them, nëse flasim, më pyetet për pjesë, nëse ekzistojnë protokoll, ka ilaçe në protokoll që edhe kanë mungesa dhe që duhet merren patjetër urgjent për këta që atëherë, unë nuk di të them nëse sa të aksesueshëm e kanë gjatë trajtimit për mungesa furnizimi, por
protokolli është standard. Si që trajtohesh jashtë, me të njëjtin protokoll trajtojmë më së fundit, do mos në këto 2 vitet e fundit edhe në vendin tonë. Dhe kjo është kënaqësi për ne si mjek, sepse mundemi të trajtojmë komfort, të trajtojmë standarde dhe të shohim rezultate. Ne po shohim që nga këto trajtime, sidomos në neoadjuvancë, kur trajtimi i kancerit të gjirit pra fillohet me kemio apo target apo imunoterapi dhe pastaj kalon në intervent, sepse më përpara gati çdo stad tumori i gjirit jo metastatik operohe. Tani në varësi të tipit biologjik, të stadit të smundjes, dhe mund ta trajtojmë fillimisht me trajtim sistemik, kemio, target, imunoterapi dhe po shohim dhe eliminim total të tumorit deri në momentin ndërhyrja do të bëhet patjetër, por ama në momentin që kemi kryerjen e ndërhyrjes, ne nuk gjejmë qelizat tumorale, pra arrim një përgjigje komplete patologjike. Dhe kjo lidhet me mbijetesën, kjo lidhet me edhe rikthimin e smundjes. Pra është një mbijetesë dhe një prognozë shumë e mirë. Për të mos u rikthyer e qartë. Jashtë, përkrahas mjekut që diagnostikon kancerin, a ka në krah të tij edhe një dietolog i cili do ta rekomandoj këtë pacientin se si do të ushqehet gjatë kohës së kimioterapisë, sepse ky është protokolli, nuk e ndryshojmë dot, pavarësisht se ka shumë diskutime edhe për mënyrën për kimioterapitë, për efektet anësore, për shkatrimin e trupit, të organeve, po ky është protokoll që nuk e keni ju fajin dhe nuk e ka askush, nuk kemi vend për ta diskutuar sepse është tjetër tematik për mënyrën se si trajtohet kanceri në ditët e sotme. A duhet patjetër që këta pacientë të mirë informohen për mënyrën se si duhet të ushqehen, jetesa që duhet të bëjnë, çfarë duhet të shmangin, sepse tani ai nuk e ka informacionin e dur. Nuk po flas për pacientë të cilët janë të informuar, por ka dhe pacientë që nuk e dinë çfarë duhet të konsumojnë për të përballuar efektet e rënda të kimioterapisë. Atëherë në pjesën më të madhe, atëherë krahas trajtimit në trajtimin onkologjik, krahas trajtimit me medikamente për tumorin, është terapia e suportit. Që do të thotë janë medikamentet që ne japim për të menaxhuar një sër efekte shansore, siç mund të jetë për shembull të vjellat, sepse pacientët tanë nuk vjellin më si vite më përpara se kemi medikamente në dispozicion. Ka medikamente apo ushqime të cilat mund të interferojnë me trajtimin dhe ne është mjeku përgjegjës që i thot këtë ushqim nuk do ta marrësh në këtë periudhë, sepse mund të ulë ose mund të rrisi efektin e trajtimit. Sikurse jemi dhe ne, sepse pjesa në momentet e para një pacient të thot, doktoresha çfarë duhet të ha? Çfarë nuk duhet të ha. Vin pacient që kanë eliminuar çdo lloj gjëje nga A-ja tek Z-ja, me idenë sepse i bëjnë dëm, por ama është mjeku që duhet t'ia thot cilat janë medikamentet, cilat janë ushqimet e përshtatshme në këtë periudhë. Jam dakord me ju që dietologu është pjesë e domosdoshme e rrugtimit, po jo të gjithë pacientët në botë shkojnë tek dietologu. Domethënë kryesisht shkojnë pacientët të cilët kanë probleme me tumoret e kokë-qafës, që kanë vështirësi në ushqyerje ose të traktit gastrointestinal. Dhe duhet të shkosh tek dietologu që do të përcaktojë një plan ushqyerje me kaloritë e duhura që të mos humbasësh shpesh, por dhe të vjosh trajtimin. Jo të gjithë e kanë të domosdoshme që të kenë një plan standard për pjesën e ushqyerjes. Qartë. Nuk kupton? Nëse do t'i merrnim tani me radhë disa këshilla vetë parandaluese, sepse jo të gjithë e kanë atë mundësinë ose informacionin si duhet ta prekin gjirin. Mund na shpjegoni konkretisht se si duhet të vetë kontrollohet një vajzë apo një grua, sa shpesh duhet ta bëj këtë kontroll? Ka ditë të caktuara që duhet ta bëj këtë kontroll apo jo, se kam dëgjuar histori nga më të ndryshmet. Disa thonë vetëm pak me një gishtë mund ta prekim gjoksin se kam merak, mos lëndoj diçka. Disa bëjnë ato prekjet me të gjitha gishtat. Si është kontrolli i duhur në mënyrë praktike për vajzat dhe për gratë, për të dalluar ose për të mos e futur panikun, por që gjithsesi është një lloj shpjegimi i duhur për to. Vetë ekzaminimi është një nga elementet më të rëndësishëm të parandalimit të kancerit të gjirit. Që do të thotë, ne jemi femra dhe që këtu është risk i lartë që të zhvillojë, ky është faktori kryesor, të qenurit femër për të zhvilluar kancer gjiri. Atëherë, vetë ekzaminimi duhet të fillojë që nga mosha 20 vjeçe. Dhe vajzat, thuhet teorikisht çdo muaj, vajzat femra domethënë, duhet të vetë ekzaminojnë gjirin, kryesisht nga dita e 5 deri në ditën e 10 të ciklit. Dita e parë është dita e ardhjes së ciklit menstrual. Në ditën e 5, po, sepse gjiri është më i butë, nuk është i dhimbshëm dhe mund të vetë ekzaminohet shumë mirë. Tani, nëse do të
do duhet që të kishim një diagram, në fakt që të mund të thoni më mirë pjesën se si duhet realizuar praktikisht, por nuk bëhet me gishta, bëhet me gishtat e bashkuar dhe me mollzat e gishtave. Dhe me dorën e djathtë është gjiri i majt, që kontrollojnë të gjithë kuadrantet në formë rrethore, domethënë jo kështu. Okej, në formë rrethore, pra një lloj masazhimi lehtë që bëhet komplet gjirit. Dhe fillohet nga kuadrantet, gjiri të themi, nëse e marrim si një portokall, e ndajmë në 4 pjesë, janë 4 kuadrante, 2 të jashtme, 2 të brendshme. Fillohet nga të jashtmet, gradualisht, duke e palpuar në këtë lloj mënyre, kështu, jo kështu. Dakor? Dhe gjithashtu kontrollohet edhe aksila. Dhe kjo gjë bëhet e pjesa e sqetullës. Dhe rekomandohet në këtë periudhë të ciklit. Dhe një femër në këtë mënyrë mundet që të vëre ndryshimet që mund të ndodhin në gjë. Një formacion në gjë mund të kapë diku te 1 centimetër. Në 1 centimetër nuk arrin dot të preket. Plus pastaj që edhe struktura e gjirit, nëse një gjë është me atëherë në moshat e reja deri në 40 vjeç mbizotëroj një gjë dens, që themi ne, me shumë gjëndra qumshi. Dhe ky është i vështirë që të palpohet siç duhet. Por ama nëse një femër njeh strukturën e saj, mund të vëre më shpejt pjesën e ndryshimeve. Nëse këto ekzaminime vetë kontrolle bëhen në mënyrë të shpesh, që ti kuptosh çfarë ndryshimi ka ndodhur. Teorikisht thuhet çdo muaj. Çdo muaj. Është vetë ekzaminimi i gjirit, që nga mosha 20 vjeçare, ndërsa vizitat tek mjeku nga mosha 20 deri 30 vjeçare rekomandohet të paktën të jetë 3 herë në këtë periudhën 10 vjeçare, 20, 25, 30, që shkon tek specialistët dhe bën vizitën dhe mund të bësh dhe një eko të gjirit. Gjithmonë për personat që nuk kanë familiaritet apo nuk janë mbartës të mutacioneve. Flas për një femër që nuk ka asnjë lloj historiku familjar. Dhe nga mosha 30 vjeç, duhet që ekot e gjirit mund të bëhen deri në 40, një herë në vit, bashkë me vizitën mjekësore. Dhe 40 vjeç është mamografia e parë për screening, për depistim. Për depistim. Parë ne nuk kemi simptoma, po thjesht bëjmë screening, depistimin për të kuptuar në ku jemi. Sepse baza e screeningut është mamografia. Ekografia, rezonanca janë për moshat 9-40 vjeç, sepse lidhen me strukturën e gjirit dhe me sensibilitetin që e ullët që ka mamografia në gjinjt me përmbajtje glandulare. Gjinjt më të mëdhenj apo më të vegjël janë më të rrezikshëm për të prekur nga kanceri i gjirit? Teorikisht thuhet më të mëdhenjt, por nuk është se po shohim diferencë shumë të madhe. Do shtoja vetëm një diçka. Në këto udhëzimet që kanë filluar të dalin tani që janë përditësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet që jam shumë dakord që palpitacioni, që të bësh palpimin e gjoksit është shumë i rëndësishëm, por siç e thatë edhe ju, shumë persona nuk dinë se si ta bëjnë të palpimin e gjoksit. Dhe që të jemi të sigurt që gjithkush e shikon veten dhe kujdeset për veten, çdo grua, çdo vajzë që në moshë të hershme, domethënë që fillojnë ndryshimet e trupit, të dalë para pasqyrës, të njihet me gjoksin e saj. Të shikoj për ndryshime, të shikoj për derdhje, të shikoj për problematika me gjoksin nëse ka ndryshime në strukturën e tij, nëse ka shfryrje në vende të caktuara. Domethënë, në mungesë të një informacioni, dalin para pasqyrë dhe shohin sa e kanë numrin e gjoksit dhe a duhet të bëjmë një ndërhyrje estetike për të rritur numrin apo për të bërë një gjoks të bukur dhe të këto ndërhyrje estetike a ndikojnë do pak në zhvillimin e një kanceri? Se ju sa të dalin para pasqyrë, po dalin për tjetër. Do gjë që shkakton inflamacion shton rrezikun e kancerit, patjetër. Ndërhyrjet kirurgjikale normalisht e çojnë trupin në një farë stresi, nuk janë asnjëherë janë optimale, pavarësisht se ne duam ta kemi lukun, vajzat e reja kanë dëshirën e ndryshimit. Se janë shtuar shumë edhe këto ndërhyrje të estetike, është media sociale që i atëherë rritet realisht risku për të zhvilluar kancer gjiri mbas ndërhyrjeve kirurgjikale. Por jo për kancerin e gjirit tipik, karcinomën. Rritet një lloj tipi tumori që quhet limfom, që e merr origjinën nga indi limfoid i gjirit dhe lidhet me inflamacionin që thot doktoresha. Po recipetat, sepse a është mit apo është diçka e vërtet që recipetat të cilat mund të jenë të ngushta, ato telat metalik, mund të pengojnë qarkullimin e gjakut, rrjedhjen e limfës dhe mund të bëhen predispozit për zhvillimin e një kanceri në të ardhmen. Si duhet të jenë ato dhe a realisht kanë ndikim? Nga studimet është parë që është mit. Nuk kanë ndikim. Nuk kanë ndikim. Vetmja gjë është thjesht që t'japin diskomfort, sepse në momentin që ne
kemi recipeta të shtrënguara. Ato nuk i mbajmë edhe në gjumë, është ideja? Po dhe gjatë ditës, në periudhën premenstruale, përpara ciklit është sindroma premenstruale, që gjiri ka më shumë, ka një fryrje fiziologjike nga retensioni i ujit që bëhet. Dhe në momentin që ne kemi recipeta të shtrënguara, pengojmë qarkullimin e limfës dhe të gjakut gjithashtu. Por thjesht kjo t'i jep diskomfort, t'i jep dhimbje. Kështu që rekomandohet që në këtë periudhë t'jenë të përshtatshme, po jo se rrisin riskun për kancer gjiri. Dhe rekomandohet gjithashtu që dhe gjatë natës mos të përdoren thjesht për të eliminuar këtë lloj situate. Për të qenë lirshëm edhe të qarkulloj mirë. Meqense thete dhimbja, çdo dhimbje në gjoks mund të jetë një shenjë alarmi apo në përgjithësi tumoret nuk dhëmbin. Ndjemi dhimbje o bobo, frika. Tumoret në përgjithësi nuk dhëmbin. Në raste shumë të rralla mund të kemi dhimbje, mundet, ose mund të jenë në format avancuara lokale ose në distancë, por në përgjithësi tumoret nuk dhëmbin. Dhimbja shkaktohet nga disbalanca hormonale, kryesisht në moshat e reja, dhe është sindrom fiziologjike përpara ciklit menstrual, është sindroma premenstruale, mund të shkaktohet nga kiste që mund të kesh në gji, si kurse në moshat të mëdha mund shkaktohet nga probleme reumatizmale, muskuloskeletale. Por shpatulla e muskulit dhe gjitha. Po dhe vetë gjiri në brendësi janë brinjët, janë kartilagët të cilat nga një artrit mund të dhëmbin. Cila është pacientja më e vogël që ke trajtuar? 22 vjeçe. 22 vjeçe. Si a the informacionin? Kishte ardhur me maman, me shoqen, se këto dhe historitë e të prekurit ose të marrjes vesh të një sëmundje janë dhe më nga më të Në fakt, pacientët e onkologu kur vinë e din tashmë diagnozën të themi, sepse kalojnë tek radiologu, ajo kishte pasur familiaritet hallën me një tumor në gji, edhe bënte kontrole. Por në atë moment ishte po ndjente një diskomfort në gjirin e saj, bën eko, drejtohet te radiologja që e njihte që ndiqte edhe hallën e saj, dhe radiologja duke qenë shumë e aftë, dhe bravo i qoftë të themi, arrin që të diagnostikoj një zonë të dyshimt, i nështrohet pastaj mamografisë, sepse ishte gjithë densë, por rezonancës magnetike, konfirmohet ky lloj dyshimi i saj, pastaj bën biopsin, dhe në pas biopsin kalon tek kirurgu. Dhe tek unë ka ardhur në momentin që pacientja e kishte të qartë, ishte thënë diagnoza, ishte thënë plani i trajtimit, dhe thjesht... Ju keni bërë punën psikologjike më shumë. Vazhdoj me bëjmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë, pacientët kur diagnostikohen nuk është se mbaron me aq, do me thënë thjesht me trajtimin. Ka një periudhë follow-up, ndjekje për vlerësim që është periodik, të paktën për një periudhë 5 deri 10 vjeçare. Kështu që dhe ne menaxhojmë, ne sigurojmë një cilësi jete, do me thënë për që pacientët të kenë sa më pak efekte anësore, jo të kenë sa më pak efekte anësore nga trajtimi, në xhimin e tyre, por gjithashtu vlerësojmë edhe një rikthim dhe diagnostikim të hershëm të sëmundjes. Shumë faleminderit për bisedën, ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë, edhe pse puna juaj kur jeni me pacient të drejt për drejt është po aq e vështirë dhe kthimi në shtëpi pastaj është si është kthimi në shtëpi për një mjeke që ka marrë gjithë ditën me pacientë të cilët po bëjnë kimio, me pacientë të vegjël, me reagime të familjarëve. E merrni me vete atë stresin? Sigurisht po. Sigurisht po. Është e pamundur. Ne flasim për një sistem shëndetësor dhe për mjek që nuk trajtohen siç duhet, por mos mendoni që ne jemi jashtë sistemit. Mjekët. Ka momente që ne flasim për një burnout, po gjithnjë edhe më tepër. Dhe me thënë ka momente që ti e shikon që nuk kema as jetë sociale, nuk kema as kujdes për veten dhe as për familjen. Dhe ka momente që them janë bebekuar me tim shoqe dhe me vajzën, janë adult, edhe më suportojnë dhe nuk janë të varur nga unë. Po sikurse edhe unë janë dhe plot kolegë të tjerë. Është e pashmangshme, është e pashmangshme që ti të përfshihesh, sepse nuk është mjafton vetëm të trajtosh pacientin dhe kemioterapin dhe trajtimin dhe shkon në shtëpi. Por menaxhimi i efekteve anësore, ka raste që ne duhet i marrim telefon, sepse dhe nuk marrin pacientët, sepse duke ditur që mund të të bëj komplikacione. Kështu që nuk përfundon. Dhe kjo është gjë vazhd, nuk është se bëhet me njëherë. Me njëherë, me vite. Që zgjat dhe me muaj, me vite. Dhe në fund jemi njerëz që nuk kujdesemi për veten dhe lëmbasdor. Mjekët kanë me statistik përqindjen më të lartë të suicidit.
nga burnouti në... Rina të pikë, jo? Në Amerikë. Këtë shpresojmë në Amerikë, eksperienca që ka doktoresha. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit për kohën tuaj. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi. Duhet kishim thënë edhe që screeningu duhet vazhdoj deri në moshën 70 vjeçare, mamografit nuk mjaftojnë, në 40 është e para deri në 70 vjeç. Kjo është e rëndësishme. 40 deri në 70 me skriu me diagnostikimet dhe kontrollet e njerëzit. Këta e kam 50 me udhë ministri. Ne kemi 50 me 74, Amerika e ka 40 me 74. Ne ecim Amerikën siç duhet me qenë dhe me rastet që po shohim, me rritjen e numrit 40 me 70 jemi. Ne ti themi popullit informacionin e duhur. Fikim. Faleminderit shumë. Por kanceri i gjirit nuk prek vetëm trupin, ai prek feminitetin, patjetër dhe vetbesimin e çdo gruaje. Në një shkollë të mesme, në një gjimnas në Pej, ndërmarrë një nismë shumë e bukur, një gjest i vogël, por me një mesazh jashtëzakonisht të madh, ku vajzat e gjimnazit kanë prerë flokët për t'ia udhëruar vajzave dhe grave të cilat janë në luftën betejë me kancerin. Kjo nismë e tyre është më shumë se një gjest bukurie, jo vetëm prerja flokëve, por edhe shumë aktivitete të tjera siç po i ndiqni përmes pamjeve, është më tepër një mesazh, nuk je vetëm. Sot pikërisht në këtë bisedë do të flasim vetëm për flokët, por për frymën pas këtij gjesti, për ndjenjën e solidaritetit dhe për ndikimin që ka tek të rinjt njohja kaq herët me kancerin dhe për mënyrën se si shkolla mund të edukojë vetëm mendjen, por edhe shpirtin, zemrën e tyre. Do të na lidhen në një komunikim virtual tani mësuese Drilona Morina Mazrekaj, psikologe Fitore Hyseni dhe 3 gjimnazistet në vitin e 2 shkolla e mesme mjekësisë, Leutrinta Kastrati, Alea Cukaj dhe Erza Ramaj. Ju përshëndes të gjithave. Përshëndetje dhe për juve. Faleminderit shumë. Aktiviteti ishte interesant, sigurisht që lidhet me tetorin roz, me mënyrën se si shkolla ka zgjedhur të sensibilizoj shoqërinë, por në rast të parë gjimnazistët, nxënësit. Do doja ta nisja direkt te kjo nisma, ky akti, ky gjesti i vogël, por shumë i madh për mesazhin që përcjell. Vendosët të prisnit flokët e gjimnazistëve dhe ato e morën vetë këtë vendim? Ishte një akt emocional i çastit apo ishte i përpunuar dhe më herët? Një vendim i menduar. Realisht e kemi përpunu pak më herët dhe kemi mendu si ide ka tash e një vetë që kemi organizu thujse këtë ide. Mirë po që e pretëm derisa ardh koha në muajin e roz të jemi solidarizues me të gjitha gratë e prekura nga kanceri i gjirit dhe ta bëjmë këtë premja. Mësuese Drilona, sa e vështirë është sot, në ditët e sotme, të stimulosh, të edukosh empatin tek të rinj, tek gjimnazistët, ku ata janë të fokusuar tek dukja, tek pamja, te rrjetet sociale? Realisht nuk ka qenë e vështirë, sepse ne jemi shkollë profesionale e mesme mjekësisë, edhe e dim vlerën edhe kontributin ton në gratë të prekura nga kanceri i gjirit, edhe duke i pas gjitha ato mësime që i kemi shpëllu me vite me radhë në orët mësimore, nxënësit kanë shpreh dëshirën edhe vullnetin që t'jenë përkrahje për ato gratë në muajin e kancerit të gjirit. Do doja të dija për psikologen mendimin e saj se çfarë përfitimi në një farë mënyre, çfarë përfitimi psikologjik ka tek të rinjt, ti ushqesh ata dhe të ndihen të dobishëm, ti ushqesh me këtë ndjenjën e empatisë, të ndihen të dobishëm për dikë që po vuan. Çdo aktivitet, çdo organizim që bëhet në shkollë jep një mesazh të madh tek popullata, sidomos tek kur organizohet diçka nga ana e të rinjve, sidomos në këtë shkollën tonë të mesme të mjekësisë që është profesionale, ku nxënësit vullnetarisht bëjnë shumë gjëra që kanë mesazh të madh. Në këtë rast kanë bërë piktura në mënyrë vullnetare, kemi bërë ekspozit në shkollë, kemi bërë prerjen e flokëve. Do të thonë çdo mesazh jep, do të thonë çdo mesazh është i madh për të gjithë përreth. Kemi bërë edhe, do të thonë në kurs kemi dalë, kemi bërë mashin në qytetin tonë të Pejës me grupin e nxënësve, pothuajse të gjithë shkolla. Në çdo muaj mbajmë sesione informuese në klasat
me adoleshent. Pra, jo vetëm për tetorin, këto nisma ndërgjegjësimi janë çdo muaj. Po, gjithmonë ndërgjegjësimi për secili muaj i shëndetit mendor, që është muaji tetor, edhe për shëndetin mendor, në këtë rast edhe tetori roz. Dhe mendoj që ka shumë për të dhënë nga adoleshentët dhe janë shumë gjithmonë vullnetarë dhe asnjëherë nuk pritojnë. Ti pyes pak vajzat. Çfarë ju shtiu juve të ndërmernit këtë gjest edhe si u ndjen të treja vajzat edhe shumë të tjera që kanë prer flokët? Çfarë ndjet në ato momente? Kishit një lloj krenarie, një lloj frike, një lloj dyzimi? Çfarë emocionalisht ndjet? Në fillim u ndjeva thellësisht e prekur, por më pas isha shumë e lumtur që mund të jepja diçka nga vetja ime që ka nevojë dikush. Ky gjest më kujtoi se sa e rëndësishme është dashuria dhe mbështetja njerëzore. Kur I pash shërbimi të prerura për të bërë parmuke për gratë cilat po përballen me kancerin, zemra më mbush me ndjesi të forta. Një pjesë e ime tani do ishte pjesë e tyre dhe do ta bënte ditën e tyre më të lumtur dhe do të jepte kurajë dikujt tjetër. Dhe kjo ndjenjë për mua është e paqëmuar. Realisht unë nuk kam prej flokët e mia për të dhuruar dikujt që ka kancer, por unë këtu në dorën time kam një esej e cila është shkruar këtu nga një person që vuan nga kanceri dhe nëse më lejohet mund ta lexoj. Me kënaqësi, ma trego dhe një herë, letra është shkruar nga një vajzë që vuan nga kanceri. Kanceri, dhe saktësisht është moshatare jona dhe ne mund ta lexojmë tani. Kur them ne, e kam fjalën për ne me kancer. E dini ju se që është një ëndërrimtar? Një ëndërrimtar sipas meje është njëri që ka ëndra aq të mëdha saqë as sheh as merret me gjë tjetër përpos arritjes së atyre ëndrave. Ne të gjithë jemi ëndërrimtar, të gjithë kemi qëllime dhe plane që duam t'i arrijmë. Dikush ëndërron që të bëhet doktor, të bëhemi të pasur, ëndërrojmë për ditë për të të arrijmë majet e suksesit. Apo ju? Pasi që kemi për të jetuar gjatë, pasi që kemi mjaft kohë, po e dini se që vret një ëndërrimtar nga ato të cilit s'kan të ndalur, atë e vret kanceri. Sado që kemi shpresë, luftojmë pa ndalur, ai shpirti I një ëndërrimtari fillon e vdes dal nga dal. Na ndërrojnë ëndrat. Deri më dje ëndërronin për të ardhmen që e kishim aq afër e që tani është aq larg sa se përshkruaj dot. Ëndrat tona për të ardhmen aq të afërt shndruan në ëndrën për të qenë këtu. Shëndosh e mirë edhe nesër, e po e njëjta ëndër përsëritet në maljet tona çdo ditë. Vetëm atëherë e dim se ç'është e jetosh. Vetëm atëherë e dim se problemet tona që na dukeshin aq të papërballueshme nuk janë asgjë. Thonë që jeta është e shkurtër, por që nuk prisja të ishte me të vërtetë aq e shkurtër. Andaj mos ngurani. Kemi vetëm një jetë, shijojeni atë, sepse dita jote monotone është ëndra dikujt që nesërmja për të është shumë e largët. Ndoshta po pyesni veten se ç'doja të thoja me këtë esej. Qëllimi im I vetëm ishte që të tregoj se si ndjehet një person me kancer. Të ua kujtoj se çdo moment që kalon ka rëndësi dhe nuk duhet që vetë sëmundja të na kujtojë rëndësinë e shëndetit dhe nuk duhet neglizhuar rëndësia e tij. Sepse vetëm atëherë kur nuk mundesh të bësh çdo gjë, do të bëj të kuptosh rëndësinë e të jetuarit. Një mesazh I fortë, me një mesazh dhe me një mendim të qartë. Për shkak të anonimitetit nuk ka dashur të prononcohet, mirë po që e ka shënu letrën edhe është lexuar në ditën kur e kemi mbajtur organizimin edhe që është realizuar marshe në drejtim të qendrës së qytetit. Në fakt, edhe nuk e na mbujt edhe me vrejt, ndoshta deri në kohën kur ajo është të ka tregu vetë për sëmundjen, sepse është një ndër vajzat më të forta që unë e njoh. Edhe ka luftu sëmundjen duke mos u vrejt në shoqëri fare. E kuptoj. Ne dim që çdo mesazh është sigurisht I ngrohtë për çdo që vuan edhe për çdo që ja thua. Tani, kjo pjesa e prerjes së flokëve na krijoi një urlidhse mes Shqipërisë dhe Kosovës, sepse di që flokët do të sillen për një shoqat për t'ia dhënë dhe për t'ia udhëruar grave dhe vajza të cilat po përballen me kancerin. Dhe më vjen mirë që e keni marrë këtë nismë, sepse dhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme për të ngritur pak vetbesimi. Tani do doja të dija nëse do t'i drejtoheshit vajzës apo gruas që do t'i marri flokët tuaja. Çfarë do t'i thoshit asaj? Okej, ne si shkollë ja kishim jep një këshill shumë të madhe, që je më e fortë se diagnoza, sepse jo çdo grua mund ta luftojë këtë sëmundje. Vajzat, ju do ta përsëritit edhe një herë këtë akt? Po.
Do ta ribënit. Faleminderit. Në fakt, vullnetare ka qenë gjithçka spontane dhe vullnetare nga ana e vajzave. Asnjëherë me dyshime dhe asnjëherë s'kan e detyruar, pra jo një impuls, një vendim emocional i çastit, por një vendim i mirë menduar, duke qenë se i përkasin dhe fushës mjekësisë në shkollën e mesme tuajën. Faleminderit shumë të gjithave, ju uroj një ditë të bukur, edhe për gëzime për nismat dhe aktivitetet që keni zhvilluar, aq më tepër me veprimet e nxënësve për prerjen e flokëve, po. Në fakt, ne kemi edhe disa piktura të cilat janë realizuar në Pelhur nga nxënësit e shkollës tonë, që edhe ato do t'i dhurojmë për bamirësi, do me thonë ose të përshitje, dhe ato të hollat të ofrohen për gra të prekura me kancer. Bukur. Do me thonë me shitjen e tyre të jepet në formën e ndihmës sa të pak të vogël që të jetë. Por që me një zemër të madhe. Faleminderit edhe një herë. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit që qëndruat. Faleminderit dhe juve që qëndruat për të na ndjekur nga ora 9 deri në këtë çast që duhet të ndahemi për të takuar sërish nesër. Kalofshi bukur.